Trafiku ka qenë më i rënduar se ditët e tjera, por nuk mund të themi konkretisht që po ka qenë një trafik më i rënduar për shkak të kësaj, por padyshim që dhe kjo ka ndikuar. Ka ndikuar dhe një pjesë e aksit Tiranë-Durrës e cila është në rikonstruktime sipër, pra nuk mund të thuash që shiko, meqense ne jemi të prekur nga kjo gjë, nga ky vendim, atëherë edhe ky trafik i faturohet kësaj. Padyshim që po, është një si thua një po sepse janë mira qytetarët të cilët i përdorin për ditë monopatinat elektrike, skuterat elektrik, dhe logjikisht kur ti ndalon atyre përdorimin e mjetit, ato do detyrohen të përdorin mjete të tjera, pra motor, makina, dhe në këtë kohë mira skuter elektrik kthehen në mira makina që janë në qarkullim. Po pse u vendos të ndalohen? A pati shkas për ndalimin e tyre? Kishin paraqesnin rrezik në trafik? A ka pasur numër të madh të aksidenteve me këto mjete lëvizjes? Në fakt, monopatinat elektrike, përfshirë dhe skuterat elektrik, kanë filluar në Shqipëri të futen rreth vitit 2021, më pas çdo vit edhe më shumë. Dhe gjatë gjithë kohës, po themi ka qenë problem, gjatë çdo vit është diskutuar, Policia e Shtetit, Ministria e Brendshme, qytetarët, pra diskutohet që shiko, ky mjet ka rrezikshmërinë e tij të caktuar. Mirë po, u deshën 4 vite që të merrë një vendim që unë e mendoj të nxituar dhe jo të paralajmëruar. Pra, qytetarëve nuk ju dha kohë që të merrnin masa dhe të zgjidhnin se me çfarë duhet shkonin, po themi në shkollë, në punë, në kurs, më kupton? Ishte një vendim i dhënë ditën e diel, në orën 12 të drekës, dhe sekuestrimet e monopatinave filluan që të hënën në orën 6 të mëngjesit, pra nuk u lanë as 24 orë të plota, që qytetarët të zgjidhnin dhe të merrin masë se do të vijonin qarkullimin, pra ditën tjetër. Qa po ndodh tash trafik? Kush po i ndal qytetarët që i përdorin këto mjete elektrike, a gjobiten, a sekuestrohen, a konfiskohen, qa ndodh me këto mjete? Po, për t'ju rikthyer pyetjes së mëparshme ndjes, se nuk e elaborova, lidhur me aksidentet apo arsyen se pse u ndalua, ishte një vendim ose thënë ndryshe propozimi ministres së Brendshme, drejtorit përgjithshëm Policisë Shtetit, për ndalimin jo të përhershëm, duhet ta theksojmë, është një ndalimi përkohshëm deri në marrjen e masave dhe vendosin e rregullave për të rregulluar qarkullimin e këtyre mjeteve. Dhe arsyeja, sipas ministres së Brendshme, ishte se janë një burim aksidenti dhe Ministria e Brendshme apo Policia e Shtetit kanë marrë shumë ankesa nga qytetarët lidhur me këtë fakt. Sipas statistikave të këtyre dy institucioneve, në vitin 2024 ka patur 991 incidente të raportuara nga Spitali Traumës. Pra që i bie në ditë 990 aksidente, në vit i bie 2.7-2.8